3 familjarë sulmojnë një person. Grushte, sapat, arëm zjarri e qka jo tjetër. Një incident i rënd ka tronditur qytetin e Pejës mbrëmjen e së dielës. 3 familjarë janë përfshirë në një sulm brutal ndaj një qytetari, duke përdorur arëm zjarri, grushte dhe sapat. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 20:50 në rrugën Ismail Qemajli, ku policia ka reaguar pas një njoftimi për përleshje mes disa personave. Viktima 53 vjeçari J.K. ka raportuar se ka qenë në kërcënimin e drejt për drejt nga Durim Luci, 34 vjeç, i cili dyshohet se ka goditur dhe madje i ka vënë armën në fët. Ndërkohë Kreshnik Luci, 37 vjeç, e ka sulmuar me grushte, ndërsa Naser Luci, 69 vjeç, dyshohet se ka kanosur viktimën me sapat. Konflikti ka lindur pasi 53 vjeçari ishte ftuar në shtëpinë e një personi tjetër. L.L, ndërsa të dyshuarit familjar të saj janë irrituar nga prania e tij dhe kanë sulmuar në mënyrë brutale. Njësitë e hetimeve dhe krim teknika kanë sekuestruar sapatën e përdorur dhe kanë nisur hetimet. 3 të dyshuarit janë arrestuar për 48 orë dhe ndaj tyre janë iniciuar procedura penale për veprat kanosje dhe lëndim i lejtë trupor.